Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza të forta ndaj qeverisë duke cilësuar krijimin e Albania Digital Solution si një skem për përfitime financiare përmes tenderave publik. Në një konferencë për mediat, Berisha e krahasoi këtë strukturë me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit Akshi, duke pretenduar se mungon transparenca mbi mënyrën e krijimit dhe funksionimit të saj. Për ngritjen e ADS-s, minjerës Florini Edi Rams nuk ka një vendim të Këshillit Ministrave, i cili do të pasqyronte qartë kompetencat e këtij institucioni. VKM-ja nuk përcakton objektin e veprimtarisë, nuk krijon vetë shoqërinë, nuk miraton statutin, nuk përcakton kompetencat, nuk shpjegon marrëdhënien me Akshin, asgjë, nuk përcakton modelin e kontrollit, kush do e kontrollojë, nuk sqaron regjimin e prokurimeve dhe çka është më e rëndësishme, nuk shpjegon pse nevojitet kompania. Ai shtoi se lufta kundër korrupsionit në Shqipëri mbetet e vështirë për sa kohë, sipas tij kryeministri Edi Rama vijon të jetë në detyrë, ndërsa përsëritja akuzat ndaj zëvendës kryeministres Belinda Ballukun, të cilën e quajti kryeministre në hije. Kur ekzekutivi i shpall haptas luftë institucionit të akuzës, lufta kundër korrupsionit bëhet e pamundur. Edi Rama del 100% i implikuar në dosjen Balluku. Qëndrimi i tij ndaj asaj kërkese, rreshtimi i tij i detyruar nga Lubi Balluku, edhe sot është Lubia që e kontrollon atë. Po, absolutisht. Ja u them shqiptar me përgjegjësi të plotë. Ajo sot në Partinë Socialiste është po aq e fuqishme sa që ishte kur që zëvendës kryeministre. Ajo sot në qeveri është po aq, ajo faktikisht është kryeministri në hije sot. Është kryeministri në hije, e cila lëviz të gjitha fiet. Berisha komentoi edhe vendimet e institucioneve të drejtësisë përfshirë gjykatën kushtetuese dhe SPAK, duke u shprehur mosbesim dhe duke i cilësuar si të ndikuara politikisht. Zbatoi porosinë e Edi Rams të bllokosh hetimin e një skandali të përmasave më të mëdha ndërkombëtare, de facto rekrutimin me korrupsion të njeriut më të rëndësishëm të kundër inteligjencës së FBI-t dhe përdorimin e tij kundër opozitës, kryen ose merr një vendim më të papërgjegjshëm që mund të marrësh. Deklaratat vinë në një klim të rritur përplasjesh politike mes mazhorancës dhe opozitës, veçanërisht për çështjet e menaxhimit të fondeve publike dhe reformës në drejtësi.